Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar të ketë mbajtur ndonjëherë qëndrim ndërhyrës në politikën e Kosovës. Gjatë episodit të radhës në podcastin e tij Flasim, Rama tha se respektimi i punëve të brendshme të Kosovës ka qenë një parim i tij i pandryshueshëm. Ai theksoi se nuk ka dashur të ndërhyjë në zhvillimet politike atje, ndërsa ironizoi përpjekjet e disa politikanëve kosovar për të ndikuar në skenën politike në Shqipëri. Sipas tij, këto tentativa kanë qenë të kota dhe madje shisharake. Unë s'kam fare pozicion atje në Kosovë. Nuk kam dashur kurrë të ndërhyj në punët e tyre. Më është dukur shisharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu. U shpreh Rama, duke shtuar se këto përpjekje duket se kanë pushuar, pasi, sipas tij, palët e kuptuan se nuk funksiononin. Në bisedën me profesorin Arjan Gjonçaj, kreu i qeverisë shqiptare u ndal edhe te çështja e mbështetjes së tij për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Profesori Gjonçaj ngriti shqetësimin për atë që e cilësoi si mungesë mbështetjeje financiare nga institucionet e Kosovës për ekspertët dhe specialistët që angazhohen në mbrojtjen e të akuzuarve. Rama tha se për këtë çështje ka diskutuar me persona të ndryshëm, por nuk e ka trajtuar drejt për drejt me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Sipas tij, një nga arsyet mund të ketë qenë frika për të mos e rënduar pozicionin e qeverisë së Kosovës në raport me partnerët ndërkombëtar.